Jo, me Fifin normal, me Fifin Nina Moti, na kon label bashkë në Max e Fifi, super artista, super kreative dhe më kam shtet gjithë Fifi, edhe në Fifin e kom shteti, na kon shumë, edhe jem, po e na kon, se jam konë në muzikë aktiv, si kur Fifi që shumë hala, e kena pështetin një tjetërin shumë, si një ideja, si në gjithë shka që ako të bëj për muzikë, si emocionalisht, në gjithë shka. Edhe, po, konga konë shumë e mirë, mu si ma ka që demon Fifi, unë hala pa e nguvic, o konë po, që kena me bo kongën, po, kur ma ka që demon o konë shumë mirë, dhe ka shku shumë shpejt. Se ka bashkëpunime që ka gja zhagitën, që ato tani, edhe që të bojnë pak demel në qëtë aspektin e bashkëpunime, se njerës pritojnë. Sot do që e dojnë muzikën e bojnë pritojnë. E që ke pritej sa shkën të e zhagitë, si të bëni kongë 3 mujtë u mirë me ta mos... Tash këto kohët e fundit që nështë... Ajo ka shku shumë shpejt. Nuk e marë edhe shumë me muzikë, ke mbajt kontakte me njerëzit qoftë me studio, me artistët tjerë, ke mbajt kontakte këto kohët e fundit? Me producenta ma shumë, edhe me artistat që më garo ma shumë me punu me ta. Me Fifin për shembull, me Gentin, Fatalin që na kon label, me këtat labelit ma shumë. Me dhuratën ku më shkru, po jo diçka për muzikë veç ku je qyshje, se kena pas shumë në kohët Maxit, kena nejtë shumë bashkë, kena dollë bashkë shumë, kena pas shumë memories, koncerte, shumë kujtimet mira bashkë, her pas herën ju shkrujt që të veç me po qysh janë bre. Po ajo pjesa e koncerteve mbrëmjeve të mungon tash kohëve të fundit, ndështë ajo energjia njerëzve me qenë pra njerëzve që dojnë? Po edhe jo, në fillim, do me thonë në qatë periudën kër e fillon që kjo shputja mu botë mungon ma shumë. Po kër kalon një kohë, ja nis ma pak të të mungu në ashta, edhe pse gjithmonë në qef koncerti, performansa gjithmonë është ondra artistit, para turmav, po që thash jo, që jam bo do kohë që jam shkput, që shto që nuk më qitë regullisht, e merë një farë, je pak ma pak të merë molli, ma pak të shkën menja, që aty se so kër e ki në rutinë, se e ki sunem edhe non-stop i mor mend aty, po më ndryshe. Të regove që tash je fokusu më shumë në IT, tash e një kohë po jeton në Suedi, erdhe diçka si spontane kjo, si shumica e gjërave kështë një që i ka ndodhë blastës, apo... Po edhe kjo ka orë spontane, në fakt, unë këtu me IT kom kry për qef se i du kompjuterin shumë, e kom dosh gjithë, kom të ishtë me studiu ma shumë, edhe po, jam interesu, kom të ishtë se i kam edhe familjarët me të atje, kom të ishtë me po shka mu me bo atje me IT, ka infrastrukturë ma të modhe, janë ka mundësi ma shumë, më nësh me depërtu ma letë, edhe qështu, edhe me ndime në aty në atje, familjarët mi, ka ndodhë që kjo që tash jam fokusu 100% me thonë atje, po kongë s'ka me mungu, ka me gjithë ku edhe për me lansu kongët. Nëse treja jo, që ato që si kom qitë se për njerëz jenë apet treja, se si ka një kohë. Ndështë aty të kam bo disa herë që i këtë zhru, po për ne kanë me qenë prap treja. Gjithmonë. U ambientove shpejt pastaj atje në Suedi? Po. Dhe shumë kohë? Po, se unë e kam një periudhë në Angli që kom jetu një 5 vjetë, edhe e kom kohën kur kom jetu në Zvicër. Se kam zërë mu shnu me perendemën e. Ambientohë në letë shumë, e gjoj vejtin letë. Se kam në e farë problemi, adaptimin me një ambient tri ku shkojme jetu, që është tjetër kulturë, tjetër, normal, një ndi jo, po, tonë Evropë, botën e civilizume, se kam problem mu adaptu.